Zelenski, Donbasi nuk negociohet, Trump po na bën presion. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se vendi i tij nuk do të pranojë asnjë marrëveshje paqe që parashikon dorëzimin e Donbasit Rusisë. Duke folur ndërsa në Gjenevë zhvilloi raundu i tretë i negociatave të drejtë për drejta mes delegacioneve ukrainase dhe ruse, Zelenski theksoi se populli i Ukrainës nuk do ta pranonte një marrëveshje që cënon integritetin territorial të vendit. Donbasi mbetet pika kryesore e mosmarrëveshjes me rrjedh 10% të territorit të rajonit ende në kontrollin e Ukrainës. Presidenti i Ukrainës u shpreh gjithashtu se nuk është e drejtë që presioni ndërkombëtar të ushtrohet vetëm mbi Kievin. Duke referuar presidentit amerikan Donald Trump, ai tha se presioni duhet të jetë i barabartë dhe të përfshijë edhe Moskën. Sipas Zelenskit, ndërmjetësit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner i kanë përcjell informacion se Rusia është prej gatishmëri për të dhënë fund luftës, megjithatë ai theksoi se çdo marrëveshje duhet të koordinohet me ekipin negociator Ukrainës dhe të mos imponohet si një zgjidhje që qytetarët e perceptojnë si dështim.